Përshëndetje të gjithëve, carissimo Gianni, anche se il tempo non mi dà tutta la possibilità di esprimere tutto quello che vorrei oggi perché tra poco devo partire per una conferenza internazionale, non potevo non esserci per onorare il grande partenariato dell'Albania con la Commissione di Venezia, ma soprattutto onorare la tua figura. Nel nostro immaginario Venezia è legata a due cose, all'acqua e a Gianni Buchicchio. Shumë faleminderit për praninë dhe për organizimin e kësaj konference lidhur me një institucion i cili e ka shoqëruar në vimësi përpjekjen e Shqipërisë për t'u demokratizuar dhe për t'u transformuar nga një vend i sapo dal prej diktaturës në një vend që synon të ulet në tryezën e Bashkimit Evropian. Dhe simbolikisht mund thuhet se Komisioni i Venecias dhe demokracia shqiptare janë shok materniteti. Kanë lindur në të njëjtën kohë në vitin 1990. Komisioni i Venecias si një fëmijë i Europës së ribashkuar në vlerat e lirisë dhe me dëshirën për t'u njësuar në parimet e demokracisë dhe demokracia shqiptare si një ëndër e shumë ndëruar që më në fund pa të hapur shtekun e saj. Dhe historia e zhvillimit demokratik në Shqipëri është ngushtisht e lidhur me historinë e rritjes dhe të forcimit të influencës të Komisionit Venecias mbi procese që në vende si Shqipëria kanë pasur në vazhdimsi nevojën e ndihmës, nevojën e një mbështetje mençurie dhe nevojën e një asistenti, po themi se nuk është një gjykatës, por një asistenti bujar dhe të panshëm të çdo vendi në kërkim të standardeve më të mira. Sot Komisioni i Venecias ndër të tjera ka në bilancin e vetë edhe kontributin e paqmuar për kushtetutën e parë të shtetit demokratik shqiptar, asaj të vitit 1998. Dhe po ashtu, Komisioni i Venecias ka në bilancin e vetë edhe një sër ndërhyrjesh shumë të rëndësishme në procese ku mendimi, opinioni i Komisionit ka luajtur një rol vendimtar për kajen e procesit. Por pa diskutim që Komisioni i Venecias ka në bilancin e vetë dy kontribute kyçe për historinë e re ende, por gjithsesi histori e zhvillimeve demokratike në Shqipëri. Kontributet për kodin zgjedhor, të cilat kanë
mbështetur thelbësisht përmirësimin e këtij kodi dhe kanë forcuar garancinë e standardeve demokratike dhe nga ana tjetër kontributin historik për reformën më të thellë dhe më të vështirë që ka bërë Shqipëria, reformën në drejtësi, ku Komisioni ka qenë një bashkëpunëtar i pandar, një udhërfyes si gjithmonë i matur dhe një autoritet që na ka ndihmuar të ruajmë gjatë gjithë kohës busullën dhe të orientohemi gjatë gjithë kohës